Shikues të A2 CNN, mirëmbrëma. Emisionin e mbrëmjes po e nis duke I dhënë sërish zë një qëndrimi që ka mbajtur qysh në momentet e para të një ngjarje që na ka tronditur si shoqëri. Pak pas vrasjes në Durrës, një kolegi I Kronikës së Zezë më shkroi duke më sugjeruar që mos I publikoj në platforma digjitale pamjet e rënda të ngjarjes. Madje më solli si referencë edhe disa reagime në rrjetet sociale që kërkonin të njëjtën gjë, ku mes tyre dhe zyrtar dhe shumë të lartë madje ishin lebetitur nga ajo që po bënte media. Shumë prej tyre I njoh janë po ata që vetë në raste të tjera krenohen kur përkëdhelen nga policia, rrahin gjoksin kur I tregon muskujt në një efektivi të trembur, apo kur I shpëtojnë gjobave me atë që e konsiderojnë dhe I quajnë tek telefonat. Media sigurisht që ka plot mëkate, por nuk që sot dita e gjykimit për të. Veç kësaj e vërteta është se vetë gazetarët kanë ardhur duke e shtuar kujdesin për të trajtuar si duhet informacionin brenda tronditjes, pavarësisht se derra kanë në çdo pyll televiziv edhe gjarpëri në çdo livadh portali. Në fakt, një gabim që pati media është se shumë prej reagimeve nuk duheshin publikuar fare, po aq sa pamjet, megjithse për raste si këto, vetë dhimbja u jep njerëzve një lloj manuali fjalësh prekse, të kërkojnë dënime ekstreme, të bëjnë gjyqje publike me varje, karrige elektrike, burg për jetë. Për këto madje mjaft I shkruar ChatGPT-s dhe të zhndron ajo me njëherë në një lloj vajtonjes dhe moralist të zot, qytetar model gjasme që I ve kapakun apo pikën is. Të gjitha këto thënë në këtë moment marrin shumë like e share, por asnjëra prej tyre nuk shpëton jetë, pavarësisht se përveç se përpiqet të na shkrijë sadopak dhjamin e empatisë që ka kapur të përditshmën tonë. Por kaq mund të vlejë, por ama thelbi është sa jetë shpëtues jemi në të përditshmëri. Kur policit I tregojnë pozicionin e punës e jo patentën, kur maliqit ka më shumë peshë se sa ligji, kur telefoni ka më shumë vëmendje se tabela, kur tregojnë më shumë krenari fuqin çuditbërëse të 20-ës, 50-ës para një efektivi të urritur për para, apo kur gangsterët me video dhe uniformave blu bëhen reels streamash në rrjetet sociale, kur rrugët bëhen pista për makinat fluturuese, kur heshtim e qeshim tek e shohim këtë situatë të shëmtuar. Të gjitha këto na vendosin në një lloj llogore me një vrasës halabak edhe pse është e rëndë për ta dëgjuar e jo më për ta pranuar. Këto fillon edhe përfundon tragjedia, jo tek një minutë aksident. Ajo ka piknisje faktin që në jetën e përditshmërisë ne tolerojmë, ushqejmë dhe madje admirojmë shkeljen aq sa parashkelësit të ligjit kujtoi duket vetja si I fundit I mohikanëve. Vazhdojmë te fakti që institucionet kujtohen, të na kujtojnë edhe të na tregojnë që kërkojnë reflektim sot kur vetë ndreqja nuk realizohet në një moment, por ka betejë të përditshme ku lufta me rrugën çdo ditë bëhet më e pamëshirshme. Dhe gjitha mbaron te mënyra si qasemi ndaj vrasit. Ai është padyshim një lloj halabaku që sot thot se nuk e meriton të jetojë, nesër me gjas apo ta lirojnë do dojë t'ia hyj përsëri makinës për të pa qarë kokën edhe duke pirë birra madje. E aq më tepër që e kishte të zgjidhur me policës që të lëvizte xurzull sa herë të janë te freksioni e Gurmazi. Po ai nuk është I fundit halabak dhe nëse e zem se të gjithë mallkimet I kemi lëshuar ne. Portrete si ai gjen plot, madje disa prej tyre I sheh të ngasin si të çmendur edhe marrëzinë e tyre ndaj në rrjetet sociale si trimëri. Po ata më pas I sheh edhe në podiumet e politikanëve që I prezantojnë si modele suksesi. Po ku rritën këta njerëz, kush I trimroi, kush I bëri të ndjehen të paprekshëm. Dhe sigurisht kjo temë meriton akoma dhe më shumë analizë. Ne do ndjekim insertin dhe rikthehemi në studio. Njënit familjarët apo njëfëm, shumë fëmijë të mirë, familjarët. Po zotëria që I ka drejton makinën. Edhe ata e njëfi. Çfarë profili njëri? Konsumonte alkool? Tash konsumonte. Konsumonte alkool si të gjithë. I marrësh 3 shpirtra njeriu, mosha në lulet e rinisë, është mëkata më e madhe, për mendimin tim. Ju e njihit shoferin? E njih. Dhe çfarë personi ishte? Konsumonte? Ishte tipik. Ishte njëri normal, pinte dhe I pëlqente vetja. Nuk kanë kujdes fare, po dhe fëmijët nuk kanë një fushë ku të luajnë.
edhe luajnë midis rrugës. Nuk kujdesen as fëmia për vete, shkret që ka ndra viktim 2 fëmijë. Aq që ra ndoshta që mirë ai që ka fëmijët, ajo është vetë në Greqi, në Itali, i ati dhe ama, në Itali se ka smur burrin e gruaja, edhe kur tani i qonë në berë hajde se quni të vra. Mërë sotme kam për të ftuar të nderuarin zotin Barami Uzeiraj, profesor i nderuar mirëmbrëma, faleminderit. Faleminderit. Zotin Eugen Beçi, i nderuar mirëmbrëma dhe faleminderit. Faleminderit. Zoti Gent Kaprata, i nderuar mirëmbrëma, faleminderit. Pas pak do na bashkohet gjithashtu edhe Edlira Çepani. Ndërkohë në një lidhje të drejtë për drejtë kam Igli Çelmetën dhe gazetaren Elitiona Doko. Nuk e di nëse kam kolegët në lidhje të drejtë për drejtë nga qyteti Durrësit, vend ku ka ndodhur edhe ngjarja e rëndë. Po nis me Iglin, gazetarin e kronikës Zesa 2 CNN. Igli, çfarë nuk kemi parë ende nga kjo ngjarje e rëndë? Mundet që ta rindërtojmë edhe një herë atë se çfarë ka ndodhur aty? Sigurisht duke kursyer detajet të cilat mund të jenë të rënda për shikuesit. Po Andrea, së pari dua të shpreh ngushtimin familjarëve të viktimave lidhur me këtë ngjarje shumë të rëndë. Unë aktualisht ndodhem shumë pranë vendit të ngjarjes, aty ku ditën e djeshme rreth orës 14:10 në rrugën Ohri, lagja numër 15 në qytetin e Durrësit ndodhi edhe ngjarja tragjike ku 57 vjeçari Nikol Radaçi me automjetin e tij shkaktoi aksidentin tragjik ku humbën jetën 2 të mitur dhe njëri prej tyre mbeti i plagosur. Dinamika e ngjarjes Andrea ka qenë e tillë, 57 vjeçari Nikol Radaçi ka qenë duke lëvizur me automjetin e tij me shpejtësi te normave të lejuara sipas ekspertizës së paraprake të kryer nga grupi hetimor i ngritur nga policia e Durrësit. Dyshohet pra se 57 vjeçari ka qenë duke lëvizur me shpejtësi mbi 85 km/h në rrugën që ne shohim drejt për drejt, pra është kjo rruga Ohri, ku pak më lart është edhe banesa pra e autorit të ngjarjes, i cili ka qenë duke lëvizur me shpejtësi dhe më pas është afruar pranë vendit të ngjarjes ku ne ndodhemi aktualisht, madje rreth 30 metra para vendit të aksidentit ndodhen dhe vizat e bardha, më ndihmon edhe me pamjet e operatori Mandi Qafokuja 2 CNN, që duket edhe nga pamjet drejt për drejt, janë vizat e bardha ku ai duhet të ndalonte pra shpejtësinë, pasi është kalim për këmbësorët. Ai ka humbur drejtimin e automjetit në kahun e majt të karrexhatës pra të rrugës dhe më pas ka shkaktuar aksidentin tragjik. Sipas hetimeve paraprake, pra deri më tani nga grupi hetimor, dyshohet se ka humbur drejtimin e automjetit si pasojë e lëvizjes me shpejtësi të lartë dhe ka qenë në efektin e alkoolit, ku sipas verifikimeve dhe testit të alkoolit rezultoi pra se ishte në përdorimin 0.70 mg për litër i alkoolit. Gjithashtu, ky person, pra tashmë arrestuar nga policia, ishte një personazh problematik për policinë rrugore, pasi edhe më parë pra kishte shkaktuar probleme në të njëjtën lagje, pra ku ndodhi dhe aksidenti tragjik duke lëvizur me shpejtësi dhe autoritetet janë njoftuar disa herë nga banorët e zonës, por nuk ka pasur një reagim. Madje disa kohë më parë 57 vjeçari kishte pësuar dhe një aksident vetë, nëse nuk dihet ende nëse policia nisi hetim lidhur me këtë aksident, ajo heq patenta apo jo lidhur me këtë aksident që ky kishte shkaktuar, ku kishte mbetur vetë i lënduar dhe ishte dëmtuar automjeti i tij, por më pas kishte marrë një automjet tjetër, të cilin e përdorte kohët e fundit. Sa i përket reagimit të policisë së shtetit, kanë qenë banorë të zonës të cilët kanë lajmëruar menjëherë policinë pas ngjarjes, pasi autori i kësaj ngjarje është larguar me vrap, duke u larguar në zonë dhe më pas është konstatuar nga një patrull policie duke pasur edhe komunikime me familjarët pra të autorit, e kanë bindur të fundit që më pas i dorëzohet policisë ku ka dhënë dëshminë e tij paraprake edhe pse ka qenë në efektin e alkoolit. Por ajo që më bëri çudi Andrea teksa po vija në vendin e ngjarjes, rreth 1 kilometër pra nga vendi ku ndodhem aktualisht, afër rrethit të Shkozetit, kishte disa patrulla policie. Patrulla policie të cilat rreth datës 10 prill tashmë janë hequr me urdhër
të kryepolicis Skënder Hita. Unë disponoj edhe urdhrin telegramin e shpërndar nga kryepolici Hita më datë 10 prill, ku thuhet që shërbimet e policisë rrugore të shmangin çdo veprim që sjell ndalimin e qarkullimit të mjeteve në të gjithë territorin e Republikës së Shqipërisë. Ky autor, pra ky person i cili shkaktoi aksidentin tragjik ditën e djeshme, sipas dëshmive të banorëve të zonës, gjithmonë pra çdo ditë drejtonte automjetin në gjendje të dhëur, pra nën efektin e alkoolit. Nëse një ditë pra një patrull policie nga data 10 prill deri më sot do bënte një ndalim të këtij automjeti dhe do t'i bëjë një test alkooli, ndoshta ky aksident kaq i rënd edhe mund të parandalojë. Kujtojmë dhe faktin që lidhur me ngjarjen e rënd, ditën e sot nuk pezëllua dhe zënxhiri drejtues i policisë së Durrësit, por ende nuk kemi një reagim nga Ministria e Brendshme lidhur me këtë ngjarje. Reagimi i fundit në faqen zyrtare të Facebookut të Ministrit të Brendshëm Besfort Llamallari është 3 ditë më parë dhe lidhet me sigurinë rrugore, ku ai deklaron: "Vërtet mund të mos ketë policë nëpër rrugë", pra e pranon që nuk ka efektiv policie në rrugë, por mjetet inteligjente dhe dronët janë të gjitha akset nacionale dhe urbane për të kapur shoferët që shkelin rregullat, rrezikojnë veten dhe përdoruesit e tjerë të rrugës. Syri të pagabueshëm tek teknologjisë nuk i shpëtoni dot. Por pyetja që bën çdo qytetar sot është si mundet që teknologjia pra të ndalojë një drejtues automjeti nën efektin e alkoolit. Qartë, Igli, ndërkohë, domethënë pjesa tjetër e gjithë skedës së personit i cili praktikisht ka shkaktuar edhe aksidentin. Ju thatë që kishte problematika në të shkuarën, ndërkohë sa i takon historisë së heqjes së patentës. Ka patur disa raportime në media. Mund ta dim të saktë se çfarë ka ndodhur? Po, Andrea, zyrtarisht policia e Durrësit sot njoftoi se 57 vjeçari Nikol Radaçi është dëshkuar më parë për shkelje të rregullave të qarkullimit rrugor, konkretisht për parakalim të gabuar në vitin 2020 dhe për tejkalim të shpejtësisë 2 herë, me pezullim të lejes së drejtimit nga 1 muaj, pra të patentës në vitin 2022. Fakt për rini të fatit, në vitin 2022 drejtori i policisë së Durrësit ka qenë vetë drejtori i përgjithshëm sot Skënder Hita, ende nuk dihet se sa është marrë masa pra ndaj Nikol Radaçit në aso kohë, pra ku është pezulluar 2 herë me heqjen e patentës me 1 muaj, pra se sa e ka tejkaluar shpejtësinë. Në kodin rrugor thuhet që tejkalimi i shpejtësisë, pra shkelja e rregullat të tejkalimit të shpejtësisë, minimalisht është 3 muaj e lartë pra heqja pezullimi i patentës, por duhet parë sakt pra se cila ka qenë shkelja e tij në vitin 2022, dhe pse policia nuk e sqaron qartë pra ngjarjen e viteve më parë pra në vitin 2022 sa i përket skedës të shkeljeve të rregullit të qarkullimit rrugor të këtij personazhi problematik, pra jo vetëm në qytetin e Durrësit, po sidomos në lagjen ku ka ndodhur edhe ngjarje e rëndë, në lagjen numër 15, pra në lagjen Ohri, aty ku ndodhemi aktualisht, pasi është një rrugicë lagje ku tabela thotë që duhet të lëvizësh me të paktën 30 km/h, por autori i këtij aksidenti tragjik të paktën dyshohet se ka lëvizur mbi 85 km/h ditën e djeshme ku shkaktoi dhe aksidentin tragjik. Igli, falenderoj për detajet që na solla. Elidiona, mirëmbrëma edhe një herë. Duke qenë se ju jetoni vetë në atë zonë, si njihej personi i cili ka shkaktuar aksidentin? Çfarë kanë thënë banorët pas tragjedisë? Në fakt, kur kanë kaluar pothuajse 24 orë nga kjo ngjarje makabër që u regjistroi në qytetin e Durrësit dhe konkretisht në lagjen numër 15 të qytetit, sigurisht qëndrimet dhe pohimet e banorëve të zonës konkretisht kanë qenë pothuajse të ngjashme me njëra tjetrën, ajo të një personi që njihej si problematik, një person që konsumonte rregullisht alkool dhe nën efektin e alkoolit bënte manovra të rrezikshme në rrugë, pikërisht në këtë aks apo edhe në akse të tjera ku ata mund ta hasnin përgjatë ditëve. Nuk kanë qenë të pakta raste që komuniteti thotë se ka kërkuar dhe ndihmën policore për këtë person, ndërkohë kanë denoncuar në polici. Policia ka dhe domethënë pretendimin e kanë tani apo kanë bërë raportime të mëparshme në organet e policisë?
në mënyrë sistematike sa herë ka pasur problematika, madje tregojnë edhe faktin që pak kohë më parë ka rënë në një kanal për shkak se ishte i dehur dhe nën efektin e alkoolit ka humbur kontrollin e një tjetër mjeti dhe ka qenë djali i tij që jetonte jashtë vendit që i bleu mjetin me të cilin kreu dhe vrasjen, do thoja unë, të dy fëmijëve të mitur. Pra ka pasur një historik familjar dhe tipik karakterial që ishte problematik në komunitet dhe në shoqëri, por që me sa duket komuniteti nuk e ka gjetur mbështetjen e duhur dhe të organet ligjzbatuese në rastin konkret për të ardhur në ndihmë dhe për të marrë një drejtim situata me këtë person pa shkuar në ngjarjen që u regjistrua një ditë më parë. Litiona, nga ana tjetër, cili ka qenë reagimi i parë që ka patur policia fill pas ngjarjes, duke qenë se ju keni qenë aty menjëherë pasi është njoftuar dhe mësuar kjo tragjedi? Në fakt, reagimi policor ka qenë pothuajse një orë e gjysmë pas ngjarjes, kur ka dhënë edhe qëndrimin e parë lidhur me ngjarjen, por sigurisht ajo që shihej në terren ishte demonstrative tregonte se çfarë kishte ndodhur, pa çka se duheshin konfirmimet nga burimet zyrtare pra dhe qëndrimin e policisë dhe ka dhënë dhe versionin e humbjes kontrollit mjetit nga ana e drejtuesit 57 vjeçarit, ndërkohë që ky i fundit në tentativë për t'u larguar nga vendi i ngjarjes është ndaluar nga patrulla e policisë në fillim të rrugës, pra sapo merr kthesën nga aksi kryesor që çon nga rreth rrotullimi Shkozetit në rreth rrotullimin e Knetës, dhe ky ka qenë edhe qëndrimi zyrtar i parë i policisë, më pas ka pasur dhe qëndrimet e saj duke plotësuar të gjithë atë puzzle-in e ngjarjes dhe duke e mbyllur dhe me qëndrimin e ditës sotme duke dhënë detaje edhe nga problematika që ai ka pasur me përdorimin e mjetit dhe apelimet që ka marrë nga ana e policisë së shtetit. Sigurisht nuk ka mbajtur qëndrim në rast se ka pasur kontaktime nga qytetarët, nga banorët e zonës që pohojnë këtë që kanë kontaktuar inspektorin e zonës her pas here duke ja bërë prezent problematikën që i shfaqej nga ky person fëmijëve, burrave, grave që jetojnë në këtë komunitet, në këtë aks që është lehtësisht i dukshëm me sy të lirë pa çka se sot. Litiona, ju ju gjendeni mes dy banesave, mes tre banesa, banesës së viktimave dhe banesës së agresorit, të autorit të ngjarjes. Ndërkohë, ka patur një raportim që familjarët e autorit janë zhvendosur nga familja, nga banesa e tyre. Mbrëmjen e kaluar e konfirmuar kjo nga policia dhe nga burime brenda policisë shtetit, familjarët përkatësisht tre vajzat me djalin dhe me bashkëshortën e 57 vjeçarit janë shoqëruar nga banesa ku ata kanë jetuar deri ditën e djeshme në një tjetër vend me qëllim garantimin e jetës së tyre dhe mos shfaqjen e ndonjë problematike që mund të pasojë pas kësaj ngjarje. Ne kemi shkuar vetëm 10 metra nga pozicioni ku unë jam aktualisht në banesë dhe banesa është e kyçur, duket me sy të lirë që nuk ka asnjë person e konfirmuar kjo si kundërthash dhe nga policia që ka bërë dhe shoqërimin mbrëmjen e kaluar të familjarëve të 57 vjeçarit duke shmangur ndonjë përplasje mes familjeve të viktimave dhe familjes së 57 vjeçarit që shkaktoi dhe aksidentin e rënd. Litiona, faleminderit për detajet që përsolla. Ndërkohë uroj mirëseardhjen gjithashtu zonjës Edlira Çepani, nderuar mirëmbrëma, faleminderit. Zoti Beçi, po nis me ju diskutimin, me çfarë lloj vrasje kemi të bëjmë? Shiko, duhet jemi të kujdesshëm pavarësisht po themi ata se kumtesës si ju e filluat, por përveç gjyqjeve që i bëhet medias, përveç gjyqjeve që i bëhet gjithçka e kur ndodh një ngjarje e rëndë, mos harrojmë që rrjeti social gëlon edhe në kualifikimet veprave penale. Gëlon edhe në kualifikimet veprave penale pa qenë fare as specialist fushës, pa qenë as fare të interesuar të informohen se çfarë është e vërteta përsa i përket kodit penal. Dëgjoja dje pas ndodhjes së ngjarjes së rëndë që është tragjike, shumë njerëz që thoshin ore vrasje nga pagujdesia, ç'është kjo vrasje nga pagujdesia të bëhet patjetër. Dëgjoja shpesh te politikanë që artikulonin situata të tilla. Timi të qartë.
Vrasja nga pakujdesia për të njerëzit që mendojnë se ndëshkohet më thellë dhe më fort se shkelja e rregullave të qarkullimit rrugor është nga gjop deri në 5 vjet. Kurse shkelja e rregullave të qarkullimit rrugor, që është në 290 i Kodit Penal, dhe në rastin konkret për pasojat e rënda që ka sjellë është paragrafi 4, është nga 5 vjet burg deri në 20 vjet burg. Dhe për tërë ata që se dinë dhe prap merren me rrjetet sociale me cilësime dhe kualifikime veprash penale nga prapa Facebookut. Vrasja e thjesht në Republikën e Shqipërisë dënohet nga 10 deri në 20 vjet. Mos harrojmë, nga pikpamja juridike, pavarësisht dhimbjes, pavarësisht tragjedisë, shkelja e rregullave të qarkullimit rrugor është një dispozit blanket e cila ka lidhje të drejtë për drejtë me faktin e neglizhencës, vetbesimit të tepruar dhe shkelje konkrete të rregullave të kodit rrugor. Pra, nuk ka lidhje me atë që quhet në jurisprudencë vrasje, nuk ka as dashje, as direkte, as indirekte. Ka lidhje drejt për drejt me neglizhencën. Në rastin konkret, shkojmë ke fakti që kemi të bëjmë me një person që është i dehur, përveç se konkurrojnë veprat penale, drejtimi mjetit në gjendje dehur, largim nga vendi vuajtjes, nga vendi kryerjes aksidentit, kemi të bëjmë me një rrethan rënduese që shkon deri në kufijtë e një vrasje me dashje indirekte, sepse një person i dehur që drejton një mjet motorik dhe mund të krijojë rreziqe shumë të mëdha, siç edhe krijoi, kemi një fije shumë të hollë që ndan neglizhencën, vetbesimin me atë që quhet shkelje e rregullave të qarkullimit rrugor. Këto janë të tërë element të cilët ne duhet t'i marrim në konsiderat dhe me faktin e thjesht që nuk është zgjidhja ashpërsimi i kodit penal. Zgjidhja është zbatimi i kodit penal. Nuk është zgjidhja ashpërsimi i kodit rrugor, zgjidhja është zbatimi i kodit rrugor. Nuk është zgjidhja ne të bërtasim o ta dënojmë sa më shumë, do dënohet 20 vjet. Siç dënohet dikush që vret me automatik, dikush që vret me thik deri në 20 vjet burgim. Zgjidhja është se çfarë të gatshëm jemi ne si shoqëri të bëjmë për të edukuar shoferin, për të edukuar tërë atë që quhet konsumuesi i rrugës, sepse kodi rrugor i Republikës së Shqipërisë ka në dorë të çdo konsumator të rrugës. Konsumatori i rrugës është këmbësori, konsumatori i rrugës është drejtuesi i mjetit dhe menaxhuesi, administratori është enti i pushtetit lokal dhe policia rrugore më tej. Dhe të edukojmë të tërë ata që janë përdorues të rrugës, të edukojmë çdo pjesëtar të shoqërisë për të kuptuar që prapa teje nuk është gjithmonë çdo polic që të shoqëroj. Të krijojmë idenë që kontrolli dhe detyrat duhet bërë nga gjithkush. Ku ndalojmë këtu? Policia rrugore, parandalimi dhe kontrolle sistematike. A ka ndodhur këto? Në rastin konkret, shoh që jo. Ndalojmë ke ato që administrojnë rrugën dhe janë entët pronar të rrugës. Pra, nuk është vetëm një fajtor. Nuk është vetëm një fajtor. Disa fajtor. Fakti që në një ngjarje të rëndë, asnjëherë nuk i shkohet dhe në fund përgjegjësive në ngjarjet na përsëriten. Sepse kemi të bëjmë me fuqinë parandaluese që ka policia rrugore e lidhur pastaj në rast se shkon vepra penale tek prokuroria dhe gjykata. Pastaj shkojmë tek pronari i rrugës, që është njësia e pushtetit vendor. Pronari i rrugës në një rast të tillë, a ka përgjegjësi administrative, a kemi përgjegjësi civile, apo neglizhencë e cila na çon deri në përgjegjësi penale. Dhe ç'kuptoj me këtë? A është rruga e përshtatshme për këmbësorët në trotuar dhe e përshtatshme për drejtuesit e mjeteve? A ka rruga sinjalistikën e dur vertikale dhe horizontale për të qenë një rrugë e cila të administrohet nga gjithkush, domethënë dhe nga kalimtar dhe nga drejtuesi i mjetit? A ka rruga trotuari, a ka barierat mbrojtëse si çdo trotuar në vendet perëndimore ku ne dëshirojmë të shkojmë? A ka një ndarje të qartë mes trotuarit ku është kalimtari dhe rrugës ku duhet të ecë mjeti motorik? Të tërë këto element diskutohen në një hetim të plot penal, jo vetëm se ka qenë i dehur apo jo drejtuesi i mjetit. Dakord, shkelje shumë e rëndë. Drejtuesi i mjetit në gjendje të dehur solli një pasojë shumë të rëndë. Por, pyetja që lind është, parandalimin si mund ta bëjmë ne? Dhe parandalimin kemi 3 element. Kemi elementin e qytetarit që ishte i dehur, pra shoqëria dhe ne ulemi dhe gëzojmë kur shohim një shofer të dehur, themi sa i Zoti dhe ky i dehur edhe i dha makinës. Ne asnjëherë nuk reagojmë si shoqëri. E para, e dyta, policia rrugore, policia në përgjithësi, aq më tepër kur kemi të bëjmë me një përsëritës të shkeljeve të kodit rrugor, ai ka zbatuar në mënyrë, ai ka zbatuar në mënyrë të saktë nenet që
parashikon kodi rrugor për sa i përket drejtimit mjetit në gjendje dehur, sepse mund të mos ketë qenë për vepër penale, por ka qenë për masë administrative. Merret masë e parë administrative, thot në 183 kodit rrugor. Në rast se merret masë e dytë administrative, deri në revokimin e patentës. Këta njerëz nuk duhet të jenë më në rrugë. Në rast se ti një herë në vit e kap këtë drejtues mjetit si të dehur dhe i heq patentën për 6 muaj dhe ja jep prap dhe ja heq pas 6 muajve tjera, këta edhe kodi rrugor e ka të përcaktuar qartë, ose i heq pikët e patentës ose ja revokon patentën. A kemi kontrole sistematike nga policia rrugore për sa i përket mënyrës së kontrollimit në pika kyçe, në pika ku ka kalimtar. Pastaj shkojmë ke entet që janë pronare të rrugëve. Duhet bërë një hetim i plot në zonat caktuara, me që është rasti, duhet të bësh thirrje të çdo njësie që ka në administrim rrugët dhe çdo drejtorie që ka në administrim rrugët nacionale, sepse janë të ndara rrugët e pushtetit vendor me rrugët nacionale që janë autostradat dhe rrugët e tjera, për të përcaktuar saktësisht. Jemi në vitin 2026, tabelat, shenjat vertikale, horizontale, shenjat me semafor dhe të tëra llojet duhet të jenë sa më moderne. Ne kur shohim që nuk edukojmë dot qytetarin që të hypi në mjet edhe të heci brenda rregullave të qarkullimit rrugor, atëherë duhet të marrësh masa më represive. Mund të marrësh masa represive që ka të bëjë me policë të shtrirë, ka të bëjë me semafor, ka të bëj me ulje kufizimit shpejtësisë në tërë botën, kufizimi shpejtësisë në zonat banuara ku ka fëmijë është deri në 30 km/h dhe në rast se ti e shkel këtë tabel 30 km/h kufizim shpejtësie, ti gjobitesh dhe shkon përfundon në burg. Dhe e fundit fare. Në vitin 2013, Ministria e Drejtësisë, duke patur në konsiderat të problematik të shkeljeve të rregullave të qarkullimit rrugor me pasojë në jetën e njerëzve, e ashpërsoi masën e dënimit për sa i përket shkeljes së rregullave të qarkullimit rrugor dhe drejtimit mjetit në gjendjen dehur. Fatkeqësisht pas një viti, në vitin 2014, u shtua një paragraf në nenën 291 ku tha që ai që drejton mjetin në gjendjen dehur mund dënohet me burg, por mund edhe të paguajë një lek në favor të shtetit edhe të dalë nga burgu. Të gjithë këto element është rasti që ne t'i përmendim që të hetohen saktësisht në 3 drejtime: parandalim polici, pushtet vendor, administrim rruge dhe në fund shoqëria, edukimi që i vogël me mënyrën se si ti do trajtohesh kur je subjekt i qarkullimit rrugor. Se edhe në fundit ta mbyllim këtu, në Shqipëri ka një zero respekt për vijat e bardha. Në Shqipëri ka një zero respekt për qarkullimin rrugor. Dhe një shoqëri që nuk edukohet në mënyrën se si drejton mjetin në rrugë, sigurisht që nuk mund të edukohet edhe në mënyrën se si sillet në faktor të tjerë social. E keni dëgjuar këto ditë të fundit, kur thoshin shumë gazetar të huaj, mënyrën se si qeveriset Shqipëria e shikojnë vetëm nëpërmjet qarkullimit rrugor. Patjetër. Zoti Zeiraj, duke qenë se jeni një profesionist që i keni kushtuar jetën policisë së shtetit, kush ka gabuar në këtë ngjarje? Me thënë drejtën, ngjarja është shumë e rëndë. Përveç familjes dhe jetës të atyre voglushve, gjithë opinioni publik është i rënduar. Mos themi është i friksuar, është i revoltuar dhe kanë të drejtë. Ato intervista që ju keni marrë, shprehin botën e brendshme, qëndrimin që mbajnë njerëzit, qytetarët. Unë s'kisha për të ardhur sot, se nuk marrë përsi për të analizuar ngjarjen. Po është ky shkaku, është pikërisht sepse janë fëmijë ata dhe desha t'i shpreh mendimet e mia. Nëse bëjmë një analizë të shkurtër, të thjeshtë, siç jemi mësuar këtu tek ne, dojmë mos i vëmë gishtin policisë dhe rreth saj fillojmë, analizojmë, e bëjmë përgjegjëse, e ndëshkojmë duke shkarkuar drejtuesit dhe pas një jave, pas 2 jave, e harrojmë këtë ngjarje, e harrojmë që konkluzione kemi nxjerrë, çfarë shkaqe, çfarë orientime, çfarë detyra për të reaguar, për të ndryshuar. E kështu fillon ngjarja tjetër, në forma të ndryshme. Dhe ky opinioni publik i ka rënë besimin, po të vëshre një pjesë e mirë e qytetarëve shprehen të pakënaqur. Ata shprehen ashtu siç e mendojnë, se nuk i njohin ligjet, e thonë ka rënë shteti. Nuk them se ka rënë shteti, po produkti i shërbimeve që
ka përgjegjësi shteti, është i dobët, është me zigzake dhe kushton shtrenjtë. Në vlerësimin tim, faktorët dhe shkaqet janë kompleks. Pse ndodhi kjo ngjarje? Nuk është thjesht ai qytetari, të cilit ishte hy vetja në qef dhe ka qenë dhe jashtë kontrollit, siç vrehet, siç duket nga historia e sjelljes tij, por janë komplekse. Do të thotë, edhe ekzekutimi dhe mbrojtja e ligjit nga organi i përgjegjës që ka emrin polici, edhe qeverisja vendore për administrimin e territorit, për infrastrukturën, për kontrollin në atë fushë që i takon dhe për plotësimin e kushteve, edhe vetë shoqëria, edhe vetë familjarët të cilët vazhdojnë si më para, ati lënë fëmijët i thonë, merë topin dhe dil jashtë, pa e ditur se ku vete për të luajtur. Edhe kjo bëhet shkak pastaj. E deri tek organet e qeverisjes vendore, ministria përkatëse. Ne të tërë jemi në ndjeni të strategjive të ndryshme, të planeve, programeve, të miratuara me vendim qeverie, të cilat shoqërohen dhe me fonde. Do të thotë, bëhet planifikimi, por nuk kujtohet kush. Për t'i zbatuar. Për t'i zbatuar. Bile dhe vetë organet e medias nuk din që ta kërkojnë, se po t'i marrin këto programe, këto strategji, që janë miratuar. Dhe ka për qarkullimi rrugor, është një strategji që është ndërministrore. Ka dhe një komitet ndërministror. Pas zbatohen. Ka dhe detyrime. Edhe opinioni publik duhet zdigje opinioni publik. Sa janë realizuar, sa s'janë realizuar. Po marrë vetëm kontrolin e territorit në një qytet. Nuk është thjesht përgjegjësi policie. Policia ka përgjegjësi. Si pas shkallëve dhe shërbimeve të gjitha. Edhe shërbimi i repartit policisë që mbulon rendin në territor, edhe i shërbimi i qarkullimit rrugor dhe deri te strukturat tjera. Problemi është pse këto shërbime, qoftë e policisë, qoftë e bashkisë, nuk janë shumë eficiente. Fakti që ndodhin ngjarje të tilla tregon që kanë zigzake, që shërbimet defektojnë dhe nuk i përshtaten, nuk i përgjigjen realitetit. Ti përgjigjen shërbimet e sigurisë realitetit do të thotë të jenë manovrueshme, jo shablone të përhershme. Nuk do të thotë që ti mbulon kryqëzimet në Durrës apo në Tiranë me policë trafiku dhe tashmë gjendjen e ke në rregull. Vërtet aty ka dëmtësi dhe do jesh i pranishëm që të ndrysh, të mbikëqyrësh. Po kjo do të thotë të lësh lagjet atje ku banojnë qytetarët. Se shiko, shumë ngjarje i kemi në thellësitë të territorit, atje te banorët, periferi, do të thotë defekton. Pra ka nevojë që shërbimet, mënyra e drejtimit, mënyra e menaxhimit të strukturave të policisë të ndryshojnë dhe të përshtaten faktorëve, shkaqeve, shqetësimeve që kanë qytetarët. Është mirë që drejtuesit e rinj, të cilët janë ndruar dhe po vazhdojmë atë praktikën e hershme që t'i ndrojmë të tërë. Ndoshta duhen mësuar në çik më mirë dhe duhen kontrolluar më mirë. Kur them duhen kontrolluar, ato detyra që japin organet qendrore apo drejtuesit atje në policinë e qarkut duhet të verifikohen, plotësohen apo jo. Në vlerësimin tim, shumë strukturat policisë dhe shumë punonjës policisë janë inaktiv, janë pasiv. Do të thotë janë prezent, shkojnë në punë, por me heshtjen e tyre nuk i shërbejnë. Në këtë rast, sipas shifrave që kanë sjellë gazetarët, janë 23 viktima nga aksidentet rrugore për gati 3 javë. Do një bilans shumë i rëndë. Është bilans i rëndë, me thënë drejtën. Ne vërtet kemi ulje të numrit të aksidenteve apo dhe të numrit viktimeve, pa ajo ulje është minimale, edhe unë nuk jam dakord me këto analizat mbi bazën e shifrave. Analizë sasiore ne gjithmonë do bëjmë, me të shkuarën, me një periudhë kohore, edhe me të sotmen, edhe krahasojmë, dhe nxjerrim konkluzionin. Po kjo s'duhet të kënaqë. Ti analizën duhet ta bësh në raport me sa jetë ke shpëtuar. Do të thotë, ne akoma e kemi numrin e viktimave nga aksidentet e qarkullimit rrugor më të lartë se vendet e Bashkimit Evropian. Në qoftë se ata e kanë 50 deri në 60 viktima për 1 milion,
Ne kemi 60 deri 90, është akoma koeficienti lartë. Duhet që strukturat e shërbisë e policisë të përqendrohen. Natyrisht edhe të tjerat, për kushtet, për tabelat, për rrugët, për trotuaret, po është një kompleksitet shërbime shtetërore. Jo vetëm me polici nuk ka mundësi të jesh prezent dhe të ndalosh shkeljet e ligjit. Është bërë një gjë e ligjshme tashmë që se kanë frikë ligjin. Ai që s'ka frikë ligjin duhet të ndëshkojë. Kush e frymëzon këtë faktin që... Është 30 ca vjet kjo, është një histori e gjerë, kupton? Vetë organet, vetë politika e ndjekur, duke dëmtuar stabilitetin e organeve, duke e kultivuar vetë aktin e dhunshëm, e kultivojnë vetë ata, me fjalën e tyre, e nxisin vetë, me shembullin e tyre, ku hipin në për tavolinën për karike, këta janë politikanët tanë. E do të thotë indirekt, indirekt, ti jep një mesazh të forcës, të rrugaqit, të arrogantit, mos përfillësit të ligjit. Dhe nëse themi që pse është kaq indiferente policia, apo ajo bashkiake, apo agjensit tjera që kontrollojnë territorin, të gjithë këta shikojnë si vjen fryma mesazhi nga niveli qendror deri në nivelin vendor. Sa stabilitet, sa të sigurt janë këta në punën e tyre. Ndodh shpesh që kur janë tepër aktiv punonjësit e ligjit edhe ndëshkohen, ulen detyrë, transferohen me forma të ndryshme, pse për të plotësuar dëshirat e funksionarëve apo politikanëve të ndryshëm. Domthonjë ka vuajtur policia nga këto smundje dhe nuk është kaq kollaj për ta kurdisur, për ta bërë aktive që të gjithë ata të jenë aktiv në mbrojtje të ligjit, të jenë të çiltër, të jenë të ndershëm. Nuk është kaq e lehtë. U punua për 30 ca vjet për të ngjallur mungesë stabiliteti, inaktiviteti, një frymë lëshimi, her pas here ngrihet dhe forcon kërkesën e llogarisë për të mbrojtur ligjin, për të forcuar ligjshmërinë, her fillon e zbret dhe ulet. Është një punë e vazhdueshme, një proces i tërë. Zonja Çepani. Andrea, unë njësoj si zoti Zehiraj nuk e kisha thoj se të pamundur të vija sot, por në radh parë më lejoti përçoj ngushëllimet e mia shumë të ndjera familjes të afërmve, edhe të ndaj këtu që të gjithë të diskutimet që ne bëjmë post factum, edhe këto lotët që derdhim në rrjetet sociale s'kan mas një vlerë, se kemi humbur 2 jetë fëmijësh, por nga ana tjetër, unë personalisht nuk do pushoj kurrë së thëni ato gjëra që nuk shkojnë dhe që mund të rregullohen me shumë pak kontribut, siç zotrin parafolës i rreshtuan shumë sakt, për të zgjidhur edhe për të mos patur më tragjedi të tilla. Folëm pak më përpara për statistikat. Unë kam sjell disa statistika që tregojnë se nuk jemi mirë. Pra, në vitin 2022 ka patur 1165 aksidente, ndër të cilat 164 persona kanë humbur jetën. Në vitin 2023, 1285 aksidente në cilat 192 persona kanë humbur jetën. Në vitin 2025, 1375 në cilat 200 persona kanë humbur jetën. Vetëm në 3 mujorin e parë të 2026, 282 aksidente, ndër cilat janë dëmtuar, nuk kanë humbur jetën 391 persona. Tregon që trendi është në rritje. Dhe tregon që është një bilanc lufte, rreth parë. Ne po thoshim që nuk është vetëm siguria rrugore, po kemi kaq shumë vite që flasim për këtë siguri rrugore, kemi kaq shumë vite që humbim jetë njerëzish, jetë fëmijësh, dhe ajo që më shqetëson dhe më mërzit mua është që ne po bëjmë sikur po bëjmë në zgjidhje në lidhje me këtë, ndërkohë nuk po bëjmë asnjë, sepse shifrat tregojnë që të gjitha këto problematika janë në rritje. Nga ana tjetër,
po mundohesha të kujtoja gjithë traumat që kemi pasur këto vitet e fundit, duke nisur që nga Erdit Gjoklaj, i cili u vra në lulet të rinisë së vetë, e deri tek nuk dua t'i marrë me emra, sepse më duket sikur ja u rikujtoj familjeve, djali i vogël që u vra me thik në shkollë, vajza e vogël që u vra nga skafi i një drejtuesit policisë kur ishte në pushime me familjen, apo ai djali i vogël që shtypi makina kur po mblidhte lekët para makinës, para shumë pak javësh, apo ai djali tjetër, fëmia tjetër i cili u vra në një fshat të tillë në Elbasan, apo ai fëmia, ato 2 fëmijë që humbën jetën nga anestezia. Pra, ne kemi një bilanc i cili tregon se nuk i kemi fëmijët prioritet në këtë vend, në asnjë prej politikave që bëjmë. Dhe ky është problematika, ky është problemi i madh që ne kemi që duhet ta diskutojmë, se nuk është kjo një çështje që diskutohet sot për 3 ditë rresht edhe pastaj hajde ta harrojmë edhe të presim rastin tjetër. Po kemi 10 jetë fëmijësh në shumë pak vite, të cilat na tregojnë se ne nuk po marrim hapat e dur për të dhënë këtyre fëmijëve, në të cilët në të gjitha shprehjet që kemi, edhe familjare edhe shtetërore, i kemi fëmijët prioritet, i kemi dritën e syve, ne japim jetën për fëmijët, asnjë gjë s'po japim për fëmijët. Asnjë gjë nuk po japim në këtë vend që t'ju bëjmë këtyre fëmijëve një fëmijëri, t'ju japim këtyre fëmijëve një fëmijëri që ta gëzojnë edhe jo ta vuajnë. Ne nuk po japim këtyre fëmijëve një vend për të luajtur. Sa vite kemi që kërkojmë, se nuk e them dot këtë gjë pa u zëmëruar, këto shkollat komunitare ku fëmijët kanë mundësi të luajnë, sa kemi bërë deri tani? Sa vite kemi që dalim nëpër video, dhe jo vetëm Durrës, po në Tiranë, këtu në kryeqytet, dalim dhe bëjmë video në për rrugica ku nënat shtyn karrocat me fëmijë brenda në mes të makinave sepse s'kan ku shkojnë. Sa video edhe protesta edhe kërkesa kemi bërë për më shumë parqe për fëmijën. Sa parqe kemi në Tiranë neve? Mos flasim për Durrësin. Në Tiranë sa parqe kemi që të luajnë fëmijët? Kemi 1 milion banor, kemi vetëm një park të madh. Dhe aty ka më shumë qenë se sa fëmijë sepse ka problematikat e veta. Sa parqe të lojrave kemi ne që këta fëmijë të mos luajnë në rrugë, të mos detyrohen të marrin topin dhe të luajnë mes rrugës, por nga ana tjetër të kenë mundësi të kenë ose në shkollat komunitare, ose të shkojnë për sport diku, ose të shkojnë në qendra të ndryshme të cilat janë falas, jo kurset që i paguajmë sa qimet e kokës ne sepse kemi ku i çojmë fëmijët. Dhe këto janë diskutime që ne duhet i bëjmë, ama jo kur humbet jeta e dy fëmijëve e 2 angjëve. Ne këto janë diskutime që duhet i bëjmë edhe nga ana politika, kur vinë ata zotrind që na drejtojnë edhe zonjat cilve ne u japim votën, por nuk u kërkojmë mjaftueshëm llogari për gjithë këto gjëra që na shkatrojnë jetën dhe na traumatizojnë gjithë si shoqëri, dhe nga ana tjetër edhe për kërkuar një zgjidhje e cila nuk është më një zgjidhje individuale. Ne kemi kulturën në shoqërinë tonë të gjejmë zgjidhje individuale. Unë fëmijët e mi çoj këtu, ti fëmijët e mi çon atje, dhe kjo është një problematikë që ne e marrim nga ushqimi, të cilin nuk dim çfarë po ushqejmë kalamajt tan, te siguria rrugore, te parku ku luajnë fëmijët, se unë kam një park afër shtëpisë dhe ata të tjerët s'ka problem se ku luajnë, jo. Zgjidhja duhet të jetë kolektive, duhet të jetë serioze dhe duhet të jetë me kërkesë përgjegjësie për të gjitha ato institucionet që u radhitën pak më përpara, që këto gjëra të mos ndodhin më dhe që të mos ndodhin më në asnjë lloj rrafshi, jo vetëm në sigurinë rrugore. Që t'u japim atyre fëmijëve atë jetën që meritojnë, se nuk po ja japim sot në Shqipëri në asnjë lloj sensi, dhe kjo është dhimbja ime më e madhe. Zoti Kaprata, në fakt nuk është se vret vetëm kur nuk reagon policia si duhet, apo kur nuk reagon apo vendos drejtësia si duhet, por vrasin edhe ata që shkatrojnë parqet, lulishtet, vendin ku fëmijët duhet praktikisht të kalojnë fëmijërinë e tyre. Patjetër. Kjo është një temë super e trajtuar gjerësisht edhe zonja e Prekuçik. Ne nuk kemi një qytet, prandaj fëmijët i shtyp makina. Nuk kemi një qytet në kuptimin se si qyteti është i strukturuar në jetën e përditshme, të përditshmërisë. Ka të paktën 30 vjet, më shumë, që bota qytetëruar i është kthyer lagjeve, konceptit të vjetër të lagjeve, dhe po mundohen t'i kthejnë ato në ato konceptet e vjetra, dhe t'i ikin këtij modernizmit që fatkeqësisht vazhdon
vazhdon edhe shumë i thellë në Shqipëri, ndërkohë që në Perëndim, veçanërisht edhe Bashkuara, po dhe në Europë, gjithmonë më pak merret seriozisht. E bëra këtë parantezë për të bërë një pyetje për gjithë panelin, po se kuptoj pse fëmijët nuk duhet të luajnë në rrugë, pse s'duhet luajnë fëmijët në rrugë, kam luajtur, kam qenë. Se makina rregullonin ne. Pra, domethënë ishte që nga problemi makinës, jo fëmijëve. Shiko, edhe duhet të kenë parë që luajnë, se s'mund luajnë fëmijët në rrugë. Se kanë zënë mjetet. Jo, edhe një herë unë këtë e di, se besoj se kuptoni që unë këtë e di, që s'ka një fëmijë se kanë, po ne trajtojmë këtë çështje dhe ky është thelbi i zgjidhjes që jep urbanistika, se prandaj ngrita si çështje. Pra, ne e nisim shumë gabim. Ne nisemi nga fakti që makina që nga aty dhe duhet jetë pa tjetër dhe duhet jetë në këtë masë. E para njerë ta shvendosim ngjarjen nga gjithë konteksti i përgjithshëm. Ngjarja reale, pa dashur, unë s'kam bajt asë një qëndrim që t'jemi sinqert as Facebook, absolutisht asë një, s'jam shprehur kur, po ky zotria që kanë bërë këtë krimin, unë e quaj krim, të ecësh me 85 km/h në një rrugë me 30 km/h, që lejon 30 km/h, është krim. Ai duhet ta dinte që do shtypte njeriu ose do përplasej vetë ose është e logjikshme, është të presësh që një njeri të jetë nga kati. Çka ka jemi ne këtu? Ka 10 dhe mos vdesi, është sigurt vdes. Edhe puna e këtij zotris, kur e ka bërë atë veprim, e ka bërë në gjendje koshiente apo jo, unë nuk di ta them dhe këtu do ta mbyll çështjen e asaj e ngjarjes në kontekstin individual, se ne këtu jemi duke folur për një kontekst individual, ndërkohë që gjerësisht u hapëm tek aksidentet që ndodhin në Shqipëri. Kujdes, duhet kemi shumë kujdes. Pse? Sepse është tjetër gjë aksidentet që ndodhin në rrugë automobilistike, dhe ne atje vërtet mund të jemi ngjashëm me vendet e tjera të botës, më keq po ngjashëm. Po ne këtu nuk kemi të folë për atë, ne jemi duke folur për ngjarje makabër, ku në mes të lagjes së një qyteti, në lagjet e një qyteti, një njeri vret 2 fëmijë. I vret me automjet në një rrugë që duhet ecte me 30 km/h. Dhe kjo e mbledh të gjithën. Unë s'dua të bëj teori tani, por koncepti urbanistik ose urbanistika moderne ka lindur në Perëndim pikërisht për këto 2 arsye. E para njerë për shëndetin fizik, shëndetin, sepse ndërtimet që ishin në atë kohë ishin shumë të ngjashme me këto kullat e pafundme, nuk po flas për lartësinë, po flas për densitetin. Krijonin një higjenë shumë të keqe popullore, dhe kështu lindi shkenca e urbanistikës. Por një arsye tjetër është pikërisht kjo për cilën po flasim sot, dhe po e zënë në gojë. Clarence Perry është arkitekti dhe urbanisti që bëri planin rregullues ose planin e përgjithshëm të New Yorkut dhe të rrethinave, plan rajonal. Ai përveç të tjerave solli dhe një koncept të ri që quhet njësia e fqinjësisë, atë që ne përdorim lagje. Kush ishte thelbi i asaj lagje? Ishte shkolla në qendër të njësisë, të asaj lagjes që e quante ai. Pse? Pikërisht sepse Amerika aty New York i viteve 1920, 1930 kishte pasur bumin e automjeteve që kemi ne sot ose kemi ne 20 vitet e fundit, Edhe ata këtë zgjidhje i dhanë, vunë shkollën në qendër të lagjes dhe urbanistika u zhvillua mbi atë. Makina nuk futej fare aty. Pra, duhet kemi kujdes. E para njerë të ndajmë që jemi në një ngjarje shumë të rëndë, që nuk ka se si të ndodhi, nuk duhet të ndodhi fare. Nuk duhet të ndodhi fare përveç se kur një i çmendur ose një i droguar ose një pianec. Po natyre të çmendurve që hyjnë nëpër turma. Po tjetër gjë asaj s'ke çfarë. Nuk kemi doja ta barazoja me këtë ngjarje. Ai mbase e ka bën me pa koshiencë, pa e të kuptuar që po e bën. Por nëse një njeri i alkolizuar, po patjetër një njeri alkolizuar, ai mbase nuk i urrente ata fëmijët se ne nuk e dim këtë. Por dim fare mirë që një njeri 57 vjeç e di që nëse ecën në një me shpejtësi 85 km/h në një mjedis ku lejohet lëvizja ose zhvendosja me 30 km/h dhe ti e ke tepruar me alkool, që do të thotë është të shtulur dhe ajo shpejtësia e reagimit ndaj veprimeve në makinë, do të thotë që ti me apo pa dashje ke dalë për një krim, Është shumë e qartë. Jo se e ka bërë me vedi, e theksova atë dhe nuk e theksova me qëllim, jo pa dashje. Ai mos e bërë me vedi, pa vedi, po këta që dalin TikTok edhe vën këto video që ecën me 230 në orë, janë me vedi të plota, këta janë të dhëur. Po, këta më nuk shqetëson fare. Këta i ruajt Zoti se do vrasin veten. Unë kam marrë dhe fëmijët brenda lagjes sepse unë jam urbanist. Më nuk është se më intereson një njeri, më intereson si autostradë vriten fëmijët. Po jo, nuk është se para vriten se zhduan, nuk para rinë fëmijët në autostradë. Po, s'ka rëndësi kjo. Po, ai që ecën në autostradë, ecën edhe në një lagje. Vjen të vreta i thithet si ai që jo hodh makina mbi
mbi makinat i tjetër që ishte me familjen, ndjesit në brenda. Okej, jo, s'ka problem. Clarence Perry e zura në Gojë Kastile. Ai e shpiku kësodi këtë koncept dhe ky është thelbi se si zhvillohet qyteti. Pra, nëse ju më pyesni mua si bën pyetje teknike ose tematike i quajmë për çdo fush, në drejtësi, në polici, në të drejtat e njerëzit, edhe nëse pyesni mua si urbanist, unë këtë përgjigje kam, duhet të ndërtojmë lagje. Sikurse unë u mësoj sot prej 10 vjetësh studentëve të mi dhe si në të njëjtën kohë si po mundohen t'ia kthehen shkollat urbanistikës gjithë vendet e botës. Të ndërtojmë qytete me bazë lagje kompakte, këmbësore, nuk ka asgjë, është një gabim shumë i madh. Shumë i ndërtuar e kemi ndërtuar keq, po si ti ndreqim. Po pra, kur themi ka një shprehje, jo nuk e thash në atë kuptim. Ka një shprehje që urbanistika ose urbanizimi nuk mbaron kurrë, është një proces që vazhdon. Pra, unë nuk e kam llafin që të prishim këto lagje dhe të ndërtojmë lagjet e tjera, këtë e thanë modernistët në 1930 dhe ky është rezultati në fakt. Në këtë gjë edhe këtë ngjarjen e sotme e kemi nga Le Corbusier e tjera auto tani se s'doja të flisja, po me terma teknik, pikërisht sepse mendonin që duhet shkatruar çdo gjë dhe duhet ndërtuar nga zero. Në fakt ne kemi autor me Jane Jacobs kam shkruar unë këtu. Një autore tjetër që e konsideron jetën në rrugë, fëmia duhet luajë në rrugë. Unë kam luajtur në rrugë. Makina s'ka punë aty. Ose duhet të eci ngadalë me 20, me 30, ka lagje edhe jo në qytete do kudo, në gjithë botën. Çfarë po bën Barcelona sot, se e shkruajta Kastile. Barcelona sot gjithë kemi parë Barcelonën që është ndërtuar me ato blloqet në formë molli thon ato se ka ato cepat e prera. Edhe përsëriten. Barcelona çfarë po bën? Po i merr këto blloqe dhe po i bën 9 blloqe bashkë dhe po bën një super blok. Çfarë do thotë kjo? Që brenda atyre këndeve të brendshme të këtij super bloku, pra makina ecën vetëm jashtë, vetëm te kjo rruga, nuk hyn më te këto rrugët e tjera paralele në të dyja krahat, ose kur hyn me 10 deri në 20 km/h. Kështu është Belgjika, kështu është shumë qytete. Pra, duhet mos ta bëjmë mbret makinën më vllaç, ose kuptoj këtë idenë fikse që po në rrugë është makina, fëmijë duhet dalin që shkemi atë punë. Makina ka për detyrë të ulë shpejtësinë. Patjetër që ka dhe rrugë shpejtësie, edhe urbane, pra pa diskutim që kur them shpejtësie urbane kam llafin 40-50, jo është rrugë shpejtësie 80. Pra, dua të them që ne duhet të ulemi ta nisim një herë jo nga policia, se policia e pas ka bërë me që dëgjova unë kronikën, nuk ka nevojë fare atje, po të kishim një qeverisje normale, ata ishin gjithë shkarkuar, kupton apo jo, të kapësh njëri çdo 2 muaj, të vej gjithë lagja ta ankohet, që shiko, është njëri që ecë me njëri me kobure në mes lagjes. Që qëllon, edhe ti si bën asgjë. Pra s'kap njëri deri tani. Pra unë po i largohem policisë duke kërkuar ndjes për aq pak sa hyra, po se në fund ditës qytetar jam dhe unë. Dhe i kthejmë urbanistikës, është zgjidhja e urbanistikës. Patjetër nëse mundesh. Jo. Okej. Jo, kur hym ndonjëherë themi në një fjali në urbanistikë, kështu që e kuptova, po nuk është mirë, se i kemi teknikët. Por si qytetar mund ta them këtë, se tani unë nuk mund të zvogluhem mos flas, të them gjërat më minimale. Nëse keni një në lagje që e paska shkuar në polici kush e disa herë, në kuptimin e emri, jo ai si person. I paska vajtur emri në polici. Edhe ai ka shkuar edhe praktikisht edhe nuk ndodh ka asgjë, ne këtu e kemi shumë në një shtet normal. Biles pakës të egër, ose pak konservatorë. Normal. Do i kishin marrë 3 ata bashkë, nuk do i kishin lënë ato operativin e zonës, se nuk e di si quhen këta na e thonë zotrin, dhe ato burin ai se kuptoj si është punë më, ai ka për detyrë ta kontrolloj këtë, jo më kur i është nga banorët, ne dëgjuam vetë, thoshin banorët të gjithë, thosh. Siç e tha zoti Beqi, ai mund ta quajmë babaxhan atë se nga që pi raki apo pi. Pastaj kjo është çështje kulturore, jep makinën si dehur. Pastaj është tjetër gjë. Ne flasim për rendin. Rendi është i detyruar që të bashkë me atë personin që e kanë ndaluar, nuk e di ka dalë pia akoma apo jo, por bashkë me ato do të shkonte për mua edhe disa njerëz që kanë marrë atë fletën dhe i kanë thënë s'ka gjë vllaik. Kur ka marrë denoncimin ai buri duhet përgjigjet. Çfarë ndodhi me këtë? Si u lika një njeri që lemeris ka gjithë lagjen, Unë e di pse ndodh kjo, ne e dim pse ndodh të gjithë e dim kjo. Por e dim pse në qytete shkelen rregullat e qarkullimit rrugor nga mjetet që quhen të fortë,
nga persona që quhen të fortë. Ne dim që sot në Shqipëri nuk po bën derman as ajo masa administrative që dënohet, sepse po të shohësh në për rrugët e Tiranës ke mjete të fortësh, po themi, mjete luksoze, që parkohen ku të mundin në trotuar, parkohen edhe të zedhe derën e shtëpisë, mos dalësh nga dera e shtëpisë, vjen polici rrugor, i vej gjobë për ditë atij dhe i thotë është duke pirë kafe dhe duke të vëre shefi gjobë se i paguaj unë. Atëre shteti nuk duhet të jetë kaq jo i ngurt, po kaq indiferent. Edhe ai punoi si policist, qoftë për atë grind që thot zoti Yzeira, për atë grind që ai punoi si policist. Si mor zotri, unë të vej gjobën dhe ti nuk lëviz vendit, po prit pra se unë jam policia e shtetit, hajde po të marr ty për zhelesh si thuhet, edhe po çojnë komisariat për shkelje për mosbindje të punonësit policist. Për këtu është bërë masive këto kohë të fundit dhe dëgjoj dhe policë rrugor që thon, s'kemi çfarë bëjmë, ne e vum gjobën. Jo zotri, nuk është kjo. Ti ta vesh gjobën, sipas ligjit në çdo element në çdo element, kur ti shikon që në rrugët e Shqipërisë ka të fortë që të bëjnë me drita në autostradë, shkeli e rënd e rregulla e qarkullimit rrugor, asnjë nuk e di. Ka drejtues e femra që ecin nëpër rrugët e qytetit që nuk dihet se si hyn e ku dalin. Ka drejtues meshkuj të fortë që nuk dihet si hyn e ku dalin. Ke lëvizje në mjetet të paktën në vijat e bardha ku ka një mungesë totale të kulturës të respektimit të këmsorit. Drejt që e mori punojnë si policist, një muaj, po të mbani mend 2013-2014, asnjë shqiptar nuk e vinte rripin e sigurimit. Tashmë është bërë të paktën 90% e shqiptarëve vendosin rripin e sigurimit. Atëherë çfarë do bësh? Fillo edukoje qytetarin në kuptimin jo klasik të fjalës. Edukoje sipas ligjit me sanksionet e tij. Dhe si edukon sipas ligjit me sanksionet? Rri aty tek vijat e bardha, lër një punonjës policie në vijat e bardha dhe kush shkel vijën e bardhë, të fillojmë me gjobën administrative deri në konfiskim të mjetit. Dhe kështu pasaj ke shpejtësia. Dëgjova që duhet të punojë policia apo jo. I mjetit është gjë mbase më eficiente se dëgjova që jo po si e kontrollon policia rrugore, jo më policia pa policë. Shqyr që kemi teknologjinë. Po tash pyetja që lind është. Pyetja që lind është. Ne kemi 3 tunele të rëndësishme të Shqipërisë janë në autostrada ose në superstrada. Policia rrugore, ka që vështire ka të fus fishin, ke ato kamerat e tuneleve dhe mos lënë në për TikTok në tunelin e Kuksit të qarkulloj mjeti me 220 km/h për të mburrur, gjeje mjetin dhe gjobite. Sa mban 10 patrulla policie vërdall, lë një polic të pulti i kamerave të tunelit të Elbasanit apo të Kuksit dhe fillo merr masat administrative, të paktën të na paksohet dhe TikToku nga këto video të këtij lloji. Dhe të gjithë këto element, duke u futur së bashku, mbase ne na çojnë në një përmirësim të situatës. Jam dakord me ato që thot urbanisti. Por unë nuk jam dakord me diçka tjetër. Ndrohet të tërë sistemi i qytetit, ndrohet sistemi i qarkullimit, ndrohet sistemi, domethënë i rrugëve, i bërje. A kemi dëgjuar ne që të thirren dhe të pyetet nga bashkia, nga njësitë vendore, komuniteti, ore çfarë keni nevojë këtu? Jo, ty pa pritur të vjen një tabelë e madhe, projekti bashkisë sot, edhe rrugën nga 3 korsi ta bën 2, ku diun se çfarë të ngatron, edhe nuk është pyetur asnjë qytetar aty se çfarë po ndodh me rrugën. Pastaj me që kemi dhe urbanistin këtu. A kemi ne në qytetin e Tiranës, me që po flasim për qarkullimin rrugor, një studim të mirëfillt për të kuptuar se që kur e krijoi italiani, paktën për shkak të përvojës së punës, ne dim që qarkullimi i mjeteve në krah të djathtë gjithmonë nuk krijon trafik. Në Shqipëri, në Tiranë, a ka një studim, a ka inxhinier që ulen atje në Bashkinë e Tiranës dhe shohin kur bëhen rrugë të reja, ose kur shohin kur vendosen ato tabelat që quhen shenjat vertikale, a ka inxhinier që të mendojnë që mos kemi trafik, duhet kalosh djathtas, apo dikujt i pëlqen ta bëj sheshin ta bllokoj? Sepse ashtu i duket më bukur kur e sheh nga helikopteri kur lëviz për vizita, dhe harron që qarkullimi i Tiranës, kur është krijuar nga arkitektët e Italisë, ishte bërë me 2 qendra që të hecje vetëm djathtas dhe të rrotulloheshe. Të gjithë këto element, unë i çojnë vetëm në një fjali. A pyetet komuniteti kur ndryshohet çdo e pjesë e urbanistikës së këtij qyteti? Jo, nuk pyetet. A pyetet komuniteti, si thot zotëria? Pyeten as ekspertët e komunitetit. Po, komuniteti jo, po as ekspertët nuk pyeten, vetëm kur të vjen papritur tabela e krijimit të një projekti të ri që të zihet rruga e këtej, të bëhet rruga ande dhe krijon vetëm vështirësi për qytetarin, aq më tepër dhe për fëmijët. Unë jam shumë dakord me zotërinë. Po të shohësh vetëm
përbojën e shteteve evropiane, mos flasim për shtetet e Amerikës Veriut. Në shtetet e Amerikës Veriut, kur ti hy në një zonë ku shkolla mund tjetë 1 kilometër në tutje, në asë se ti nuk zbaton regullat e qarkullimit, ke gjop 2 fish dhe sekuestrim mjeti. Bëj që të duash në autostradë, në ato zona aty, jo, ose investon pafundësisht, investon drejt që e mori në për qytet, ku ke pikat e erta, që zotë Yzeli e di shumë mirë, policia rrugore i përcakton pikat e erta në bas statistikave të aksidenteve, apo të incidenteve rrugore që ka. Vendos semafor paralemërus, gjdo to semafor paralemërus, në rast se ti shkel shpejtësinë e lejuar, semafori automatikisht bëhet i kuq, që të detyrojt të ndalosh fare. Të gjithë të element kanë lidhje, jo vetëm me policinë, kanë lidhje me administrimin e rrugës në përgjithësi që s'është vetëm një end. Profesor? Duhet shtoj, ka mundësi të jetë keq kuptuar urdhri i lëshuar nga drejtori i përgjithshëm i policisë për të hequr patrullat që dilnin të trafikut, që dilnin për qarkullimin rrugor. Por edhe po ti që s'ka asgjë të keq, jemi në 2026 në ka teknologji tjetër. Me sa di unë, urdhri është për ato patrullat apo post blokjet e lëvizshme që dilnin në mënyrë të befasishme. Ata që dilnin nga në rrugët nacionale. Po. Polici ferrës me tabelë. Cilat më shumë shqetësonin qytetarët se sa parandalonin. Ose i kishin vënë qëllim vetes thjesht gjobit të kap. Policia nuk është për të kapur. As për të ndëshkuar. Jo vetëm gjobit, po dhe zhvat. Shërbimi i policisë është shërbim sigurie, është shërbim parandalimi. Do të thot për të ndihmuar, për të mbrojtur, për të shpëtuar, dhe jo për të ndëshkuar. Ndëshkohet individi nëse e shkeli. Profesor, po me gjithatë, fakti që janë hequr, domethënë policët nga aksit nacionale, nuk është se është reflektuar në uljen e bilancit të aksidenteve. Ta shpjegoj, ku e kam iden të shkurtosh këto shërbime me forcë njerëzore për shkak të teknologjisë, se e kompenson teknologjia që ke instaluar. Nuk do të thotë që të heqësh vëmendjen nga qyteti brenda. Brenda, jo më që s'duhet i heqësh ti forcat e policisë, të trafikut, të rendit publik, të bashkisë e me radhë, por duhet ti manovrosh me shërbimet, ti manovrosh për t'ju përgjigjur dinamikës dhe të vësh mjete në dispozicion që ata të japin një rendiment, efektivitet më të lartë. Nëse këto rrugë do kontrolloshin patjetër ky elementi që bëri këtë ngjarje, do kishte rënë në sy të shërbimeve policisë. Kam mendimin që në thellësi të lagjeve të qyteteve është rralluar, është tepër i rrallë prezenca dhe kontrolli prej shërbimit policor. Prandaj mund ta lësh policinë e trafikut te rrugë kosovare apo gjek në kryqëzime. Po kjo s'do të thotë që ai të jetë fiks aty 8 orë. Ai duhet lëvizi nëse shikon që në rrugë, në distancë 50 metra, 100 metra, ka bllokim, ka ngjarje. Prandaj unë jam për manovrueshmëri, për një dinamikë, për një planifikim inteligjent të forcave policore, atje ku është e nevojshme, dhe jo ti nxjerrësh kot së koti, ti lodhësh. Kupton? Profesor, megjithatë ju sigurisht që sollët në vëmendje strategjinë tuaj, po zoti Beçi pak më herët tha që përballja me këta që konsiderohen të fortë, pra makinat me të cilat praktikisht janë të paprekshme. Po me këta si bëhet? Unë me sa di, policia nuk ka frikë, jo. Kanë individ brenda policisë, të cilët i bëjnë sikur nuk shikojnë, sikur nuk dëgjojnë. Kupton? Se policia po të vinë re, kur vepron kompakte e organizuar, kur janë në mënyrë individuale ose shumë të adyshe me shërbime, tregojnë pasivi, indiferent, sikur nuk shikojnë, sikur nuk kuptojnë, edhe nuk janë aktiv për të ndërhyrë, për të parandaluar. Kam përshtypjen janë çik pa aftë për të kuptuar atë që biseduam pak më parë. Mos bindjen ndaj punonjësit policisë. Kam vëre shumë situata. Vjen punonjësi policisë, shkon ke një mjet i fortë, ai shoferi mund të jetë në këmbë aty dhe e thot vëre gjobën. Dhe polici nuk e di
që nga ana ligjore, në rast se i jep një urdhër qytetarit dhe i thotë zotëri, ke parkuar gabim, do lëvizësh që këtu, dhe qytetari nuk i bindet, është i detyruar ta shoqërojë sipas ligjit. Ta paralajmërojë dhe pastaj ta shoqërojë. Edhe ta shoqërojë. Procedura standarde. Kam përshtypjen, shumë punonjës policie këtë nuk e dinë dhe çfarë bëjnë? Krijojnë një pamje shumë të shëmtuar përballë qytetarit që e shikon nga balkoni që mund ta ketë denoncuar atë mjet. Edhe çfarë bën polici? Vetë i vej gjobën, ai qytetari aty i fortë, që sa tallet me gjobën, ai jo vetëm tallet, po i thotë shtoje çik gjobën thotë. Vëre sa më shumë, vëre dhe e le aty. Ky nuk është era shtet, kjo është era abuzim. Kjo tregon atë që ju thatë në fillim. Ti jep një edukim tjetër atij qytetarit që është duke të pritur në balkon se si të reagosh ti. Ai nuk të merr më në telefon ty si punonjës policie, nuk të njofton më ty, se e pas rezultatin se çfarë ndodhi ke lagja, ose ke lagja kur do prisnin fëmijët të luanin. Ai nuk merr në telefon për 2 arsye, se kemi patur raste sa të duash, që punonjësi policisë kur vjen aty, ti ke marrë në telefon, ju keni marrë në telefon sallën operative, punonjësi policisë e di dhe thotë, shiko, se mori ai telefon ai Barami kati tretë më tha lëvizë makinën. Tu humbet besimi. Domethënë policisë nuk i mungon eksperjenca dhe kurajo. Do të thotë, nëse ai nuk të bindet që ta lëvizë mjetin, ti e gjobit, ai nuk bindet, ti duhet ta shoqërosh. Nëse bën karshillok, ai e ka radion punonjësi policisë. Menjëherë i vjen grupi gatshëm me motora apo me mikrobus dhe e kapin për leckash. Do të thotë, e kanë eksperiencën në raste të tilla, po duhen inkurajuar, duhen mbështetur policët, duhen përkrahur, se shumica e shërbimeve janë individuale në vende të ndryshme. Duke qenë individ punonjësi policisë, ka një ndjenje inferioriteti, që të mos përplaset, që mos krijojë probleme e me radhë. Zënë Çepani? Po ndjek me shumë vëmendje diskutimin. Unë realisht si qytetare e Tiranës, nuk e di si ndodh në bashkitë e tjera, nuk mendoj se kemi problematik me makinat e parkuara. Krijojnë patjetër problematik në trafik e tjerë, po tek pjesa mendoj se performanca më e mirë e policisë rrugore në Shqipëri, paktën në Tiranë, ka lidhje me gjobitjen e këtyre makinave që janë të keq parkuara, dhe mendoj se nuk besoj se çajlojmë aty. Për mendimin tim, siguria rrugore shkon përtej kësaj. Pra përtej trafikut që krijohet në Tiranë, përtej faktit që edhe makinat parkohen vende pa vend, zën hapësira që duhet ishin publike etj. Për mua shkon pak përtej kësaj. Shkon tek pjesa ku rrezikon jetën e qytetarëve për disa arsye. E para sepse për mendimin tim ne nuk e sankcionojmë mjaftueshëm dhe kthehemi tek ai diskutimi. Edhe moralisht, edhe ligjërisht, sepse unë nuk kam dëgjuar në vitet e fundit, më ndjeni nëse gaboj, që të dënohen shofer të makinave që kanë vrarë njerëz 20 vjet. Domethënë unë kam parë njerëz që kanë vrarë fëmijë. Një nga rastet e dhimbshme ka qenë ai tek Unaza e Tiranës, ndërkohë që ishte duke u ndërtuar, për 2 vjet dole e personi e vazhdoi jetën e qetë. Kam patur raste të tjera të cilat i kam ndjekur nga ana juridike, 3-4 vjet maksimumi kanë dalë. Dhe kjo është problematika kryesore për mendimin tim. Pra mungesa e një sankcionimi serioz dhe nga ana tjetër tek pjesa e parandalimit. Këtu i kisha. Ligjet janë shumë në rregull, të parashikohet shumë në rregull. Nuk mungon legjislacioni mirë. Legjislacioni është maksimalisht, është duke folur në një raport me të drejtës njeriu dhe rrezikut. Të dënosh dikë me 20 vjet, është nevojë si përvrasje. Përvrasje është ajo, ai ka një armë, domethënë është njësoj sikur dilte me Kalashnikov, ka dalë me benzë, kupton? Edhe ai tjetri që del në TikTok, edhe ai tjetri që del në TikTok, që më del mua me 250 në orë, ka dalë me arma i në rrugë. Zbatimi është problemi. E kuptoj, pra, zbatimin tani e kanë institucionet, që fillon që nga policia, dhe policia nuk duhet të jetë vetëm institucioni i cili gjobit. Duhet të jetë institucioni i cili parandalon, dhe kemi kaq shumë vite që flasim për policimin në komunitet. Jam e sigurt që do të zëra e di shumë mirë. Policimin në komunitet është zgjidhja e shumë problematikave që mund mos kenë fare lidhje me sigurinë rrugore, po kanë lidhje me sigurinë e jetës në përgjithësi. Policimin në komunitet ne e kemi të dështuar. Sepse ka një strategji të miratuar me vendim të Këshillit Ministrave. Ka pasur edhe ca përpjekje të cilat kanë funksionuar, nuk e di pse nuk vazhdojnë, sepse nuk e kemi vizion. Pra,
strategjit janë aty mund t'jenë letrat, vizionin që ne kemi për policimin komunitet, për parandalimin, jo vetëm të problemet sigurisë rrugore, por edhe për krimin, edhe për vrasjet, edhe për kalamajt që na zihen me thika, këto gjëra nuk janë një vizion serioz, i cili ti investohet, sepse po na ikin kalamajt njëri mbas tjetrit dhe ne nuk po investojmë në mënyrë me dur dhe po bëjmë sikur po bëjmë hajde ta bëjmë të ligjin ngelet letër e strategjin ngelet letër. Nuk bëhet kështu. Dhe nga ana urbanistikës unë e kuptoj Gendin kur thotë që pse mos luajnë fëmijët në rrugë. Luajnë në rrugë sepse ata nuk kanë hapësira të tjera ku të luajnë. Pra ne nuk u kemi dhënë mundësinë fëmijëve tanë të cilët të kenë një hapësirë ashtu siç e kanë edhe në vendet e tjera, janë 4 pallate me një hapësirë mveç. Ktu janë qytetet më të bukura që njoh unë edhe më funksionale që njoh unë nëpër botë. 4 pallate me një hapësirë në mes. Ose qytetet të cilat kanë hapësira për fëmijët. Këtu janë 4 pallate dhe një kull në mes. 4 pallate dhe një kull në mes. E kupton domethënë çfarë pike jemi ne dhe kjo mund të bëhet shumë kollaj. Pra janë gjëra që neve mund t'i merrnim si masa shumë kollaj. Ti jepi atij që ndërton detyrimin, që e ka me letra apo se ka në realitet, edhe të mbjelli pemë, edhe të bëjë një hapësirë të gjelbër aty ku ndërton, edhe mundësisht mos ta çojë atë cepin e pallatit deri tek fundi i trotuarit, se bëhen nga e para pallatet dhe as nuk zgjerohet rruga dhe as nuk lihet një trotuar kur të kaloj një nën apo një baba me karrocën e fëmijës për ta shtyr, pa u detyruar që të zbresin në rrugë. Këto janë problematikat që ne me një çek dhe me një vizion dhe me një seriozitet pak më të mirë të politikë bërjes mund të arrijmë të realizojmë duke u shpëtuar jetën jo vetëm fëmijëve, po të gjithë qytetarëve të cilët jetojnë edhe qytetet më të jetueshme. Ta bëjnë qytetin më të jetueshëm, po janë gjëra që bëhen shumë kollaj dhe kjo është fatkeqësia. Këto janë gjëra që bëhen aq kollaj sa ne. Po pse nuk bëhet atëherë? Nuk është kaq kollaj, na pëlqen të bëjmë gjëra të vështira apo? Nuk është vullneti për të. Se jemi shoqëri e posikurit, ne bëjmë gjithë posikur. Kupton, nuk është se e bëjmë seriozisht. Ne zonë gojë policët dhe gjynase i zonë shumë sot në gojë. Jo, cilët ku folen sepse policët e shkret praktikisht përballën. Policët e thjeshtë, unë kupole nuk e nji, po polici thjesht për atë po flas. Polici thjesht ka detyrën e vet, duhet ta çojë deri në fund. Po e bëri ai jo me posikur, pastaj çdo gjë tjetër rregullohet. Kupton? Pra çdo qytetar, sidomos profesionist, duhet ta bëjë detyrën e vet. Jo me posikur. Me posikur vura gjob, me posikur kështu, me posikur ashtu, me posikur bëra urbanistik, sepse atë që na tha zonja, në fakt ai quhet bloku perimetral. Është bloku më i përdorur. Pra duhet të them që atë blokun me 4 pallate dhe me atë oborin në mes, obor quhet. Quhet bloku perimetral ose bloku i oborit. Jam mësuar me studentëve në shkollë. Në fakt edhe kur e imagjinon, po pastaj kur shikon çfarë ndodh mbrapa. Është formë në qytetet e tjera nëpër botë. Po patjetër, është bloku më i përdorur në botë. Pra ne u mësojmë studentëve tanë në shkollë, ndoshta edhe ata zotrinë të shkollës së policisë u mësojnë në një atyre policëve të ardhshëm në një shkollë. Problemi është që kur ata dalin në jetë, ata vazhdojnë si ne, sidhen me posikur. Posikur, sikur po e bëjmë. Jo, të silemi me posikur do ishte mirë se do rregullohet diçka. Asgjë nuk rregullohet me posikur. Do rregullohet jo me sikur në kuptimin se duhet dilë diku tjetër. Në rregull, po dëgjoj. Po ju dëgjoj. O sikur ne të çoheshim dhe të thoshim që përveç atij shoferit të dehur, duhet të hedhur në gjyq dhe Bashkia e Durrësit se nuk i ka tabelat e qarta. Duhet të hedhur në gjyq dhe Bashkia e Durrësit se trotuari nuk është ndar mirë nga rruga, sepse nuk ka shenja dhe bllokime për mjetet. Të gjitha këto infrastruktura se do shkonin deri në fund. Në administrimin e rrugëve ne do ishte shumë gjë e mirë. Por ne neglizhojmë kur bëhet një punim në rrugë, edhe në qytet, edhe në autostradë, firmat që bëjnë punimet në rrugë ti papritur mund gjendesh në një grop atje se nuk ka asnjë shenjë parandaluese. Dhe askush nuk vetet të thot diçka. Ndodh aksidenti pikërisht aty dhe ne si qytetar themi jo pe ka fajin shoferi, ka fajin ai. Entin rregullator të rrugës, entin që merret me administrimin e rrugës, ti duhet e vën përballë përgjegjësisë dhe duke funksionuar jo më posikur, duke funksionuar tër hallkat, që ai enti të gjobitet 3-4 milion euro për atë ngjarjen që bëri, edhe të dëm shpërblej qytetarin që i ndodhi një ngjarje e tillë, atëherë e di sa mirë do matet ai kur të bëj projektin tjetër apo jo. A se binder mund do gjej një mundësi si ti ndajë ato para. Jo. Mos i blejmë fare do gjej mundësi sikur. Tani më që hapi një fjali kanë vetëm dhe pastaj kaloj. Po. Urbanistika në Shtetet e Bashkuara është ndërtuar eksaktësisht siç na tha juristi. Nuk ka një shkencë të mirëfillt, është ndërtuar me sistem gjyqësor.
njerëz kanë quar, grupe ose individ kanë quar çështje në gjykatë, gjykata ka marrë vendimin, është kthyer në rregull urbanistika. Gjithë shkenca urbanistikës në Amerikë. Patjetër që është një shkencë më gjerë se kaq, po dua të them nga lëvizja qytetare, mirë po problemi është që ne edhe qytetarët i kemi bëjnë sikur, nuk është se janë qytetarë vërtet. Por mos folur për që për gjëra që s'kan lidhje fare me janë rastësisht aty, janë për një rrok. Ndërkohë një qytetar që na ndjek thotë dua t'ju tregoj një problem serioz për temën, vet patentën e ka marrë në Shqipëri me pagesë. Jam detyruar të bëj patentën sërish në Gjermani dhe kuptova se çfarë rëndësie ka që të marrë patentën duke mësuar të gjithë sinjalistikën rrugore. I gjithë ky proces ishte për mua një edukim të cili sigurisht më vleu me mjete motorike dhe këmbësore dhe gjithçka tjetër që mua. Dhe ai është një problem tjetër, vetëm në Shqipëri e dëgjon që po mbarove kursin s'ka gjë se mëson rrugës makinën. Po të mëson vet. Ke dëgjuar në një shqiptar që kur ka marrë patentën i jep dot mjetit, kurse në çdo vend të botës kur ti mbaron kursin, kur ti mbaron kursin do i japësh patjetër mjetit, kurse këtu merr patentën pas 3-4 vjetësh shohim a ke mësuar apo jo. Jo, dhe tregohet si krenari që shikoj se unë nuk vajta kurrë në kurs se mora patentën. A kanë familjar këta është pyetja, këta që japin patentën me lek, a kanë familjar të vetët që ecin në rrugë? Siç kanë familjar kontrolluesit e ushqimeve. Po pra, a kanë se siç kanë familjar të gjithë njerëzit që bëjnë kontrollet. Prandaj është ajo ndërgjegja e famshme civile që njihet. Jo kolektive, edhe individuale. Ndërgjegja civile individuale që shpeshherë ke ne çedon. Sepse është shumë e drejtë kjo që thoni ju. A ka familjar ai që rregullon rrugën? A ka familjar ai polici që e kontrollon rrugën? A ka familjar ai që kontrollon ushqimet e skaduara? Se mos vete fëmia i vet i blen aty. Mos vete fëmia i vet kalon atë rrugë atje. Ti punonësit policisë kur ledi kë. Të gjithë to janë elemente të ndërgjegjësimit që neve shpeshherë ndërgjegjësimi për kombin na lind vetëm 90 minuta në një ndeshje. Të humanizmit personal themun më shumë se sa ndërgjegjësim për kombin, ëh, se është individuale çështja dhe ne edhe atë se kemi. Profesor Zejo. Mirë është të ndalemi çfarë duhet bërë. Patjetër. Do të thotë, filozofia e policimit komunitet që përmendi zonja, është e materializuar në një dokument shtetëror. Është e materializuar në ligjin e policisë shtetit. Domethënë, nuk është çështje dëshire, është detyrim ligjor. Dhe aty, në këtë strategji, në këtë program qeveritar, t'i vë dhe fonde, është ngritë dhe një strukturë veçantë në çdo polici vendore, që quhet struktura e policimit komunitet, ka kuadro dhe punonjës që duhet merren posaçërisht me veprimtari, me informacione, me takimet e një sër problemesh që u takojnë. Policim komunitet do të thotë evidentosh problemet, ti zgjidhësh bashkë me aktorët e tjerë shtetëror të sipërmarrjes dhe të shoqërisë civile. Tani vajti ka vjetë kjo filozofi që u kthye në detyrim, në plan pune, në detyrë. Duhet matur dhe duhet verifikuar në vend. Pse nuk po funksionon mirë? Kur janë këta njerëz? Çfarë bëjnë? Nuk din, ka nevojë për forcë tjetër të posaçme që të merret vetëm me lidhjet me komunitetin dhe problemet që ata kanë. Çfarë ka që nuk ecën? Se po të kishte funksionuar mirë në këtë rast, patjetër do ishte evidentuar ky forti, ky trimi që pi dhe bën çfarë ti doj qefi në qytetin e Durrësit. Do të thotë, struktura drejtuese të Ministrisë së Brendshme, që merren me politikat, do të thotë drejtimi në policinë e shtetit, që harton programe, por duhet të ndjeki as zbatohen nga strukturat vendore që kanë varësi. Duhet shkojnë dhe ti prekin nga afër, duke marrë takim me qytetarët, duke marrë takim me aktorë të tjerë, dhe të shikojnë ku është shërbimi policor, ku është shërbimet e policisë bashkiake, edhe të agjensive të tjera, edhe përse ka nevojë, dhe kështu fillojnë dhe korrigjojnë, do të thotë njerëzit nga një pasivitet që i paguan shteti, pavarësisht se ku janë në bashki, në polici, në drejtorinë e transporteve që ka përgjegjësi për rrugët e me radhë, ku qëndron? Këta njerëz duhen shkundur, ai që bën detyrën, mirë. Pse? Unë shikoj që mungon vullneti, mungon përkushtimi, mungon karizma për të punuar, për të ndryshuar gjendjen. Janë të ambientuar me atë gjëjnë, kur përcet pasaj në një ngjarje, të tërë fillojnë e vajtojnë. Jo më ka përgjegjësi, duhet vënd gishti, kush është përgjegjës për këtë punë? Pse gjithë qytetarët e tjerë duhet her pas here
të vajtojnë dhe të ligështojnë edhe të friksojnë. Edhe ndjenjën e frikës e ka për detyrë agjensitë e sigurisë, policia shtetit dhe agjensitë e tjera, siguri ushqimore, siguri juridike, siguri ekonomike, siguri vendit punë, një sër probleme, të gjitha këto i kallin frikën, të merin qytetarët dhe themi pse ikin. Po e shikon që nuk ja del dhe do t'iki, të gjej kushtet më të mira. Prandaj duhet të reflektoj qeverisja në nivelin vendor në radhë të parë me këto probleme, edhe pasaj në nivelin qendror. Ato politika që ka detyrime ligjore, ato shërbime, dhe ato programe që ka miratuar, ti preki, ti verifikoj, sepse i kanë futë sirtare dhe nuk e din ku i kanë. Zonja Çevani, si shkohet tek zgjidhja? Tek zgjidhja shkohet në rast parë me vullnet, shaj që tham. Domethënë gjëra, vendime shumë të vogla, politika të cilat funksionojnë, kontrolle, monitorime, po mbi të gjitha vullneti për t'i dhënë një mirëqenie qytetarëve, e cila shkon përtej përfitimit të çdo rasti me babzi. Për mendimin tim, unë shkoj gjithmonë përtej kësaj ngjarje, shkoj gjithmonë aty ku duhet jetë vëmendja e të gjithë shoqërisë, që është vizioni edhe investimi në atë pjesë shoqërisë në cilën ne duhet të investojmë më shumë të gjithë ne që janë fëmijët, në mënyra nga më të ndryshmet, duke u krijuar qytete më të sigurta, parqe ku të luajnë, duke u krijuar shkolla më të sigurta dhe arsim më të mirë, duke u dhënë mundësinë për shëndetësi më të mirë, duke u dhënë mundësinë atyre dhe familjeve tuaja për siguri rrugore më të saktë, dhe të gjitha këto gjëra nuk duan asgjë tjetër përveç një vullneti të mirë për të investuar në mirëqenien e qytetarëve dhe hapa serioz për të mbritur këto gjëra me aq sa kemi mundësi në Shqipëri. Nuk duhen as buxhete të mëdha, nuk duhet as në një magji e çuditshme që mund të bëjë ndonjëri, duhet vetëm vullneti për të ndjekur këto hapa njëri mbas tjetër. Siç e tham, legjislacionin e kemi, mungon vullneti dhe mungon ndërgjegja edhe nga ana e institucioneve, po nga ana tjetër edhe nga ana e qytetarëve, të cilët duhet ta dinë mirë se nëse bëhen bashk dhe nëse kërkojnë më shumë llogari, nëse kërkojnë më shumë shërbime dhe nëse kërkojnë më shumë mirëqenie në të gjitha kuptimet, e marrin. Sepse individualisht ne nuk shkojmë dot përballë institucioneve, por në grup, ashtu siç tha zoti Kaprata, dhe kjo është shumë e njohur edhe në vendet e tjera të botës, nëse shkojmë në grup si komunitet për të kërkuar atë që na takon, edhe në lagje, edhe në qytet, edhe në rang kombëtar, atëre e arrim dhe ja kemi arritur në disa raste. Apatia nuk na bën mirë asnjërit, as institucioneve, as qytetarëve. Edhe për fëmijët ka një strategji të veçantë për mbrojtjen e fëmijëve. Këta kanë strategji dhe reforma për gjitha gjërat. Këtu nuk ka, se zbatohen. Se po kthehet si kështu si. Po nga ana tjetër ka 3000 lekë të reja në muaj. Ne kemi të bëjmë me një rast ku një njeri, një burr 57 vjeç, i jep makinës me 85 km/h në një zonë ku është 30. Dhe në të njëjtën kohë është i pirë. Por nuk ka lidhje fare me strategjira, edhe kjo koncepti i policimit në komunitet. Unë jam kurioz, unë jam urbanist, nuk jam gatruar ndonjëherë me punët e policisë, po a ka ndonjë polici të tipi tjetër? Ka ndonjë tip tjetër policie përveç se polici në komunitet? Ku ti shërben përveç se komunitet? Kupton, gjejnë ca fjalë të bukura edhe fillojnë të fryjnë. Nuk është tjetër koncept, domethënë çik më afër qytetarëve kjo policimi. Nuk është shpikje shqiptare, jo, është eksperiencë e vendit. Po mase ka qenë edhe më përpara në Shqipëri, them unë. Nuk është se është një gjë e re. Më përpara ka qenë yll bota fare. Marrëdhënie, di si ka qenë më përpara. Për marrëdhënie teori operativ, ditë sa nuk e pirun kishe ti. Policimin komunitet me kone çfarë do kishim yll fare. Po problemi është se do të jashtloja ajo, e ishte vetëm për tjetër gjë. Shikom, kot na futen në punën, unë nuk kisha fjalën aty, po s'ka problem. Po kthehemi tek atë që thamë në SBZ, ti e the punëtori operativ. Çfarë të bënte punëtori operativ, kishte një çantë kështu lëkure që i hapesh e mbyllesh nga lart, edhe ai kishte terroristë. Ajo ishte ndërtuar mbi bazën e frikës. Nuk e kam fjalën. Ishte ndërtuar mbi bazën e frikës. Dhe këtu është thelbi. Jo, nuk ishte para njëse. Jo, më fal, duhet të them diçka. Pse të fal, më fal ti mua, ta them. Atëherë mirë, vazhdo. Okej. E para, ta mbyll, falur, kështu që jemi të dy falur. E para njëherë s'kisha fare fjalën për atë regjim. Ju falasi policimin isha Shën Andrea. Po polici, po se kisha fjalën që kemi pasur në atë regjim.
Por e dyta, e kemi pasur një farë niveli, por mos harrojmë vërtet kanë qenë nga Afrika, por ka pas një masë të madhe që ishte e mbledhur ndaj asaj, e besonin atë sistem, pra jo të gjithë spiononin nga Afrika, ose kontribuonin nga Afrika, kontribuonin edhe se ishin të përfshirë në atë proces. Po pra ky është thelbi edhe ta mbyllun duke ju thënë juve të dy vergoj, sepse ju thatë pa dashje ose me dashje gjë shumë që është bazike. E para njerë ju thatë që ore pse kur bëhet në një projekt nuk pyeten banorët. Ne në urbanistike kemi thelpsora dhe nuk biles me ligj. Ne nuk e konsiderojmë të mjenatuar atë akt. Pa konsultim. Pa konsultim publik. Ose edhe kur bëhen fiktivisht. Po bëhen fiktivisht sepse ku vajtëm prapë dhe fjala ime e shëmtuar që edhe e bëjmë po sikur. E bëjmë sikur ne po bëjmë një gjë. Por ne në fakt nuk e jemi duke bërë. Ne nuk flasim pa dashje. Po, shumë e qartë, mua më takon të talosha që ty, mos të mbaja unë qëndrim për juve, apo jo? Si të mbaja unë qëndrim për juve, ju takon juve? Ne qëndrim për juve. Ja, pas mund mbaja qëndrim për juve. Policimi në komunitet, nëse nuk ke besim, është ajo që quhet thelbi i lojës, nëse ti nuk ke besim te policia, nëse ti punojësi në policisë, e shikon me frikën se mund të të gjobis, se mund të të shkel një të drejtë tënden, atëherë nuk mund të kesh policim në komunitet të suksesshëm. Jo holandezë e danezë të vinë këtu që bëjmë projekte, se ata shquhen si më të mirët, por fakti që publiku duhet ketë besim të polici për të quar deri në fund atë informacionin që i çon punojësin policisë. Faktin që punojësin e policisë nuk e shikon si armik, këtu mund të filloj policimi në komunitet. Në momentin që ti thua që vajten polici e spion i lagjes, nuk ka më policim në komunitet. Praktikisht kjo është koncepti. Gjithë strategjia e policimit komunitet është që të krijojë një polici e cila nuk është në nivelin autoritar dhe sankcionues, por një polici e cila është më afër komunitetit me problematikat përditshme dhe me qendra të cilat janë. Në momentin që tha në fillim, duke dhënë shpjegime tha, punojësi policisë në rrugë është për të ndihmuar te kur bjer goma dhe kur të kesh. Nuk është për të ndëshkuar. Nëse ti e shikon që policia është vetëm për të vendosur gjobë s'ke arritur gjë. Po e thot shefi, shikoni juve kur dalin në televizion shefat, e thot kemi, po rregullohet trafiku se kemi vënë 2000 gjoba vetëm këtë javë. Që këtu bie konceptim dhe orientimi gabuar. Shumë i gabuar. Unë disa herë e kam ngrit këtë problem të mos rendin pas shifrave. Po s'ka logjik fare. Rritja e sanksioneve, me masa administrative apo dhe penale me arrestime e kështu. Nuk është tregues pune. Po kurse si s'mund të lavdëroj unë ty, se ke rritur shifrat e gjoba. Më shumë po vendos fleta bashkia se gjithë e vjeshta në rrugët e Tiranës. Sepse edhe gjoba duhet vjet ndaj shkeljes që mbartë rrezikshmëri dhe ndaj individit që nuk merr vesh në rrugë tjetër. Të japin qortime, të japin këshillime, të fryjnë bilbilit, ta marrin prekrau, janë një sër formë. Është shërbim, nuk është ndëshkim. Janë shpak sa të shkon në mendje. Por ata që s'marrin vesh nuk i prekin njeriu. Se pyetja shtrohet, edhe pse i ke rritur shifrat e ndëshkimit me gjoba, cili është eficienca, cili është produkti, cili është rezultati. Në qoftë se s'po ta jep rezultatin, do të thotë që nuk është kjo rrugë. Ke lënë gjëra të tjera pa bërë. Zëja Çepani. Problemi është kompleks, përgjegjësia është komplekse, mua nuk më pëlqen kur them fajin e kemi, kur themi ne fajin e kemi të gjithë ose faji është jetim. Faji edhe në këtë rast, edhe në shumë raste të tjera është shumë specifik. Secili prej institucioneve ka përgjegjësinë e vet. Pushteti vendor ka një përgjegjësi, enti rrugor ka një përgjegjësi, policia ka një përgjegjësi, komuniteti, shoqëria ka një përgjegjësi tjetër. Nëse ne, secili prej nesh bën pjesën e vet dhe e marrim me seriozitet pjesën tonë dhe nuk jetojmë në një vend si në mënyrë tranzitore që punë e madhe të bëhet çat bëhet se un do iki pas ca vitesh apo se un bëj korrupsion këtej edhe se kam problem nga ana tjetër, mjafton të marr lekët e patentës tipo le të shtypi ky familjarin tim nesër. Nëse ne vazhdojmë me këtë mënyrë jetese, atëherë do bëhet gjithmonë më keq. Dhe të mos harrojmë që raste si kjo dhe realitete si ky janë një rreth vicioz nga i cili prekemi të gjithë ne, kështu që nuk ka asnjëri i cili nuk preket nga ky lloj realiteti. As ata që janë aty larg që marrin vendime, as ata që janë në vende të tjera dhe i zbatojnë këto vendime. Kështu që në rast të parë duhet jemi njerëz, të kemi human,
të kemi prioritet, ata që duhet kemi prioritet që janë në rast të parë fëmijët, dhe si qytetar nga ana tjetër, edhe të bëjmë profesionet tona në mënyrën e dur, por edhe të marrim, të kemi ndërgjegjësimin e dur edhe për të kërkuar llogari me ato mundësi që kemi, edhe të jemi bashk në këto gjëra, jo vetëm raste individuale, zgjidha unë punën time dhe të tjerët s'ka problem. Sigurisht ne do të vazhdojmë diskutimin, por do kalojmë një hapësirë shumë të shkurtër publicitare për të rikthyer sërish në studio.